Gjykata e posaçme ka caktuar zhvillimin e seancës paraprake në ngarkim të Lajert Haxhiut më 4 mars, i dyshuar nga SPAK për një sër veprash të rënda penale, nga shkatrimi i pronës me eksploziv, vrasje me paramendim, grupi strukturuar kriminale të tjerë. Gjykata e posaçme ka njoftuar për të marrë pjesë në këtë gjykim viktimat e veprave penale dhe trashëgimtarët e tyre, mes të cilëve edhe këngëtarin Rikels Rajku, i njohur me emrin e artit si Noizi, si dhe familjarët e tij. Hetimet e SPAK treguan se Tritoli në ambientet të lokalit në pronësi të Noizit në qytetin e Durrësit u vendos me urdhër të Lajert Haxhiut si përgjigje për dhunën fizike që shokët e këngëtarit ushtruan ndaj Kleviol Ahmetit. Sipas rrëfimit të Artan Tafanit, nëna dhe motra Lajertit kishin telefonuar këtë të fundit dhe i kishin treguar për dhunën ndaj Klevios. Sipas Tafanit, Lajerti në zuri sedra dhe porositi atë dhe një person tjetër që t'i bënin një dëm Noizit me pretekstin se rrahja që ai kishte bërë Klevios kishte shqetësuar familjen e Lajertit.